dhe zotit Konjuca, kur ti tha që po i vazhdojmë diskutimet, kur ka diçka të re ju njoftojmë, derisa Konjuca tha që është i gatshëm të tërhiqet nga kandidatura, nëse opozita e ka një emër për president. Për shkak zoti Konjuca ka qenë vazhdimisht i gatshëm të tërhiqet, është një figurë e cila është e gatshëm për çdo sfidë, është një figurë e cila është e gatshëm për çdo pozitë që i ofrohet brenda strukturës, pra është besnik ndaj partisë së tij, por që nëse shohim nga afër, më tepër ka të bëjë me blerjen e kohës dhe krijimin e narracionit në opinionin publik, sesa që ka të bëjë me realitetin për zgjidhjen e këtij ngërçi që është komplet i panevojshëm. Ngërçi i panevojshëm, por qëndrimet e partive të tjera, LDK-s, PDK-s, TAK-s. Për shkak qëndrimet e partive të tjera, partive të vogla janë qëndrime të cilat nuk mund të ndikojnë rezultat. Pra, PDK-ja mund të ndikoj. Asnjëra prej partive nuk mund të ndikojnë rezultat sepse PDK-ja nuk mund të nominojë një kandidat për president. Nuk e ka numrin. Jo, për të zgjidhur çështja. Madje as ta nominojë s'mundet. Jo, kjo është e qartë, por po të bashkunoj, po të marrëveshje me vetëvendosjen, mund të zgjidhet çështja e presidentit. Sinqerisht, ju jeni me përvojë gjatë në jetën publike dhe gazetareske, mendoni që zoti Kurti do ta pranonte Xhavet Halitin për shembull, kandidat për president, ose do ta pranonte Enver Hoxhën kandidat për president përpara Vjosa Osmanit? Ja, ata po kërkojnë kandidat jo partijak konsensual. Po nëse do kandidat jo partijak, atë le të zgjidhet kandidat jo partijak. Pse duhet atë PDK-ja që të jetë pjesë e matematikave që mund të ndërtojë dikush tjetër? Partitë politike janë themeluar, funksionojnë dhe janë organizuar me qëllim të marrjes së pushtetit dhe drejtimit të ekzekutivit. Sikur zoti Kurti të kishte përpjekje serioze për të ndërtuar një qeverisje të mirëfillt qoftë me PDK-n, qoftë me LDK-n, atëherë do të ulej që të bëjnë marrëveshje në bazë, që do të thotë të marrin pjesë edhe në bashkëqeverisje, sepse për ndryshe cili është... Për qeveria e kuvendit ka numrat? Po, i ka numrat, për cilët do të jesh të garancioni që ti mund të kesh numrat për zgjedhjen e presidentit. Prandaj, nëse nuk ka një marrëveshje konkrete, nëse nuk ka një marrëveshje parimore në mes të këtyre forcave politike, unë nuk shoh që mund të ketë zgjidhje të problemit. Ka emra të ndryshëm që shoqëria civile po tenton që të i servojnë opinionin publik, por që nuk e di se si mund të reflektojnë. Ajo që PDK-ja me kalon përshtypje pozitive dhe që ka bërë një veprim të drejtë, ishte kur kërkoi seriozisht me shkrem nga zoti Kurti se çka po kërkon. A ka mundur këtë të ja thënë në takim? Po jo, sepse po i ndrojnë fjalët. Ndrysh po flasin brenda takimit, ndrysh po dalin në konferencë për shtyp. Ku është prioritetin me pas këtu?